Piri Haxhi Bektash Veliu lindi në Nishabur më 1209. Në 1271 ai ishte seid, mistik, dietar dhe filozof në Akademinë Islame. Është një nga intelektualët dhe pionierët emëror të Alevi Bektashizmit. Ata që ndjekin rrugën e tij quhen Bektashian. Pseudonimi i tij, Piri Vinçar, dhe poet mistik të Anadolit, si dhe lëvizjet letrare të sufizmit, jesevizmit, kalenderizmit, hajdarizmit dhe bektashizmit në pseudonim. Taptuk Emre, Yunus Emre, Sari Saltuk, Barak Baba, Abdal Musa, Kajgusis Abdal, Balim Sultan dhe Pir Sultan Abdal Nesimi. Të ndikuar nga Muhammed alayhi salatu ve selam, Ali el Murteza, Selmani Farisi, Imam Muhammed Bakir, Imam Jaferi Sadiq, Musa el Chazim, Eva Yazid i Bistami, Pir Ahmed Yesevi, Kutub Din Hajdar dhe Lokman Evranen. Ai ishte praktikuesi më aktiv i udhërimit Yesevi në Anadol, i cili u themelua nga Piri Ahmed Yeseviu, studenti i Yusuf Hemedanit, një nga përfaqësuesit kryesor të melametizmit Horasan, dhe ka një kontribut të rëndësishëm në procesin e islamizimit të Anadolit në shekullin e 13. Adashi i sektit Bektashian, i cili u institucionalizua duke përfshirë konceptet e Ibrahizmit, Trinitetit, rinjshërimit dhe mishërimit. Në ndikimin e lëvizjes hurufiste u përhapur në Azerbajxhan dhe Anadol në shekullin e 14 dhe 15 në udhëheqjen e Balm Sultanit në shekull. Arsimin fillor e mori nga Lokman Parende dhe më pas ndoqi mësimet e Pir Sheikh Hoxha Ahmed Yeseviu më 1103-1165. Për këtë arsye, ai njihet si kalifi i Yeseviu. Pas ardhjes në Anadol, ai u bë i njohur në një kohë të shkurtër dhe arsimoi student të vlefshëm Haxhi Bektash Veliu në organizata Ahid, në atë që ai ishte i lidhur dhe i cili dha kontribut të veçantë në zhvillimin e strukturës shoqërore në Anadol gjatë themelimit të perandorisë osmane. Këtu e përfundoi jetën Piri Haxhi Bektash Veliu, i cili pjesën më të madhe të jetës së tij e kaloi në Suliqa Karaholli. Vari i tij ndodhet në rrethin e provincës Nevshehir. Një figurë e ndritur nga sofra muhamedane. Mbështet idetë, këshillat dhe mësimet nga Kurani, hadithet dhe burimet e tjera themelore që parashtron idenë e tillë me titullin të jemi një, të dashur në një rrugë. Bashkimin, solidaritetin, edukimin dhe personalitetin me mësimet e tij të përqendruara në edukimin moral, ai fitoi zemrat e Anadolit në një periudhë të trazuar. Performanca, modestia dhe organizimi i dhikrit bëhet në mënyra të ndryshme tek ky tarikati Bektashian. Si tek gratë, ashtu edhe tek burrat.